Ktu është se ti si besimtar apo si njeri çka vendos me investu. E dha Zoti Dhul Xhelal ne me investu në atë të cilën na bën dobi nesër kur do dalim para tij. Të dashur vëllezër besimtar, në këtë kohë që ne po jetojmë, aq shpejt na vije lajmi edhe nga fundi i botës se dikush ka ndru jetë. Për çdo ditë kur zgjohemi mëngjes, kena mi pa lajme se ka ndru jetë një njeri i madh. Qoftë biznesmen, qoftë aktor, qoftë një fytyrë e cila e ka njohur bota, ata mund të kenë pasuri të madhe në jetën e kësaj bote. Dikush ka pas edhe duar tërkritje të mëdha, mirë po kur vjen momenti i pashmangshëm që është vdekja, ata o dalin prej kësaj bote pa kapital që ju duhet para Allahut subhanahu wa taala. E është e mjaftueshme për ne dhe për juve gjithë secilin, ata që dalin prej kësaj bote pa të mira që do të na shërbejnë botën tjetër, vllazën besimtar, aja po na mërzit shumë. E ne sot, në pika të shkurta, me kuptu se cili është investimi më i mirë, në çka ne duhet të investojmë, cili është kapitali më i mirë që na duhet edhe pse lodhemi, nesër para Allahu subhanahu wa taala ja më na shërbej. Të dashur vëllezër, kjo jetë është sikur një hije e cila po na mashtron. Një ditë një hije është e madhe, mirë po të nesërmën ajo zhduket. Pra jeta e kësaj bote shumë shpejt kalon. Jeta e kësaj bote shumë shpejt përfundon, mirë po të lumt ata të cilët bëhen gati me takimin me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'an, kjo jetë e kësaj bote nuk ka tjetër përveç se lojë dhe argëtim. Ndërsa jeta e botës tjetër është më e mira për ata të cilët ja kanë frikën Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, i mençur është ai njeri i cili e llogarit veten dhe bën punë për jetën pas vdekjes. Ndërsa i dobët është ai i cili vetës ja dorëzon epshin dhe gjunahet dhe shpreson në Allahun te bareke ve teala. Të dashur vëllezër, ne i shohim njerëz në jetën e kësaj bote që po jetojnë bashkë me ne. Dikush prej robëve besimtar dhe besimtare nuk shkon ditë pa e llogarit veten, a thu vallë ky investim që janë të e bë për botën tjetër, a është i duhuri apo jo, apo duhet diçka hala më shumë e bë. Ai i cili fal namazin është i kujdesshëm, se e din se namazi është vendimtar për të nesër kur do të del para Allahut subhanahu wa taala. Po dhe sadakun kur e jep, edhe veprën e mirë kur e bën, ai e bën një llogari vetës, sikurse ai i cili është në tregti, në rast se nuk e bën një llogari ku është u investu, atëherë investimi i tij është i kotë. Në rast se në gjëra të cilat nuk kanë vlerë investon, aja nuk do zgjat shumë. Mirë, po në rast se investon diçka që është afatgjate edhe jetë gjate, ne e dim se ja vlen. E besimtari dhe besimtarja duhet këtu me u ndal te ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wasalam, me bën një llogari vetës, para se me dal para Allahut Dhul Xhelal, investimin, kapitalin, a jam në vendin e duhur dhe në kohën e duhur të e bë për Allahun te bareke ve teala. Namazi, agjërimi e vepra të tjera. Ndërsa vallë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili është i dobët, ai që jeton për këtë dunja, ai vetën e ka dorëzuar përballë epsheve dhe gjunaheve dhe në fund e mashtron vetëm një thanje: Zoti e ka mëshirën e madhe. O vllazërit e mi dhe ju krejt xhamatin të respektuan, ata të cilët e kanë qëllim jetën e kësaj bote, ata që po investojnë për jetën e kësaj bote, ata po i kanë edhe miliardat, edhe milionat, edhe kapitalin, edhe pozitën, mirë pa ata janë pa vlerë para Allahut Dhul Xhelal, në rast se këtë mirë nuk e bashkangjesin me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thot Allahu Dhul Xhelal për ata që kanë synim dhe dojnë me investu në botën tjetër, thot Allahu te bareke ve teala: Men kana yuridu harthal akhirah.
Ai që ka për qëllim dhe don investimin, fitimin për botën tjetër ahiretin, thot Allahu Dhul Xhelal, ne do t'ja ushtojmë atyre fitimin. Pra ti besimtari i dashur dhe i respektuar, nëse ke vendos investimin tanë me e bë për te Allahu Dhul Xhelal, dije se Allahu Dhul Xhelal qysh prej kësaj bote po të thot ka më të arrit fitimin. E kemi thënë se te Allahu kush e dorëzon kapitalin, Allahu startin e fitimit e ka 10 e 700 e pakufin. Ndërsa thot Allahu Dhul Xhelal, kush e do jetën e kësaj bote, kush do me fitun jetën e kësaj bote, thot Allahu, ne do t'ja japim atyre. Mirë po në botën tjetër ata ma nuk kanë hise. Qysh nuk kanë hise? Po ban punë, po angazhohet, po lodhet. E Allahu nuk i ban padrejsi askujt. Ata që kapitalin e tyre kanë vendos këtu me investu, Allahu ju jep autoritet, Allahu atyre ju jep shëndet, atyre Allahu ju jep pozit, Allahu ju jep të mira që ata po i kërkojnë jetën e kësaj bote. Ama ata mbesin të mirat e tyre në jetën e kësaj bote. Qysh është e mundur o vllazë nderun, që po ja u tregoj një pyetje që sahabët ja kanë bërë pejgamberit alayhi salatu wassalam. I thanë, o i dërguari i Allahut, disa njerëz që kanë jetu, këta sahabët i kanë mërrinj ata njerëz. Para shpalljes së Kuranit, para se me ardh pejgamberi alayhi salatu wassalam me shpallje, i thanë, o i dërguari i Allahut, çka është puna me disa njerëz? Kanë qenë të moral shumë, kanë qenë të sjell shumë, ju kanë ndihmu njerëzve, vepër mirë. Ato t'i shpërblej Allahu Dhul Xhelal, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata nuk kanë me u shpërbly as për më të voglën tek Allahu Dhul Xhelal. Pse o i dërguari i Allahut? Sepse ata kur nuk thanë, o Allah, falna i gjunat ditën kur do të ringjallemi para te. Këto dallimi. Ne kemi thonë këtë hutbe këtu, disa njerëz kanë shku tek Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu. Kanë shku tek Allahu jo me vepra shumë të mëdha, mirë pa e ka shfryzu pasurinë e tij, ju ka dhënë njerëzve borxh, mirë po në fund kur ja u ka fal borxhin njerëzve ka thonë, o Allah, po ja u fali filanit borxhin me shpresë se ti kimi fal gjunahe. A kemi thonë kështu? Çka i ka thonë Zoti i Madh? Unë jam ma meritori me t'i falë gjinohet. Ndërsa me një rast tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot një njeri, aq shumë gjinohe ka ba, mi po para vdekjes po e le një amanet, po ju thot bive të vetë, o bitë e mi, aq shumë gjinohe i kun ba Allahut. Me këto gjinohe me i dalë Allahut për para, nuk ka denim më të dhimbshëm që ka më mdenu Allahu, askën tjetër, ky për llogarit që denimin më të madh ka me marrë ky. Çka me bë bab? Thot moment që ndroj jetë, moment që bona xhenaze me djeg trupin tem. Dhe një ditë me erë shpërndane në deti dhe në përmale, që kështu nuk guxoj me i dalë Allahut, kam frikë me i dalë Allahut me këto gjinohe. Dhe ashtu vendosën edhe e kryen emanetin e babës. Mirë pa Allahu xhele xhelalu është ai krijuesi jon. Ju jep urdhën krijesave ti, detit dhe malet, bashkojni trupin e tina. Kjo fjale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O robi jem, se veprove kështu? Tha, o Zoti jem, me këto gjinohe pata frikë me dalë para teje. E kush të falë? Për ne kemi dyrë të hapna tek Allahu Dhul Xhelal. Andaj vllazit e mi, ju kujtohet para disa ditëve, një njeri i cili na largun nga kjo botë. Ne shpresojmë tek Allahu Dhul Xhelal keqardhja, kërkim falja, para se me dalë para Allahu Dhul Xhelal, na shpresojmë që Allahu me pranu. E dini për kë i kam fjalën. Po kam frikë me i dalë Allahut me këto punë që ka kun bë. Ajo ka njeri madh që ka bë punë të mëdha në jetën e kësaj bote. Mirë po në çka ka investu? Çka ka investu? Në diçka që ka mund dalë tek varrezat. Krejt ata që vdesin, të mëdhaj politikan, këngëtar, artist, fundin e kanë pasurinë deri tek varri që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mi po ti dhe unë investojmë në atë që do të vazhdoj edhe pas vdekjes. Me një fjalë, vepra e mirë pa iman është e papranueshme tek i Madhi Allah te bareke wa taala. Të dashur e mi besimtar, një ditë prej ditëve, Omeri radiallahu anhu hyn tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo na jep me tregu se o jetove pasunik, o me kushte pak më të lekshta, pak më të rana,
mirë po në rast se ke investu për në botën tjetër ke me shpëtu. Omeri po hyn në dhomë të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe po e gjen i shtrirë dëmo me një shtrat që punimi i saj ose e mbushnja e saj ka qenë me fibra prej palmës. Gjeneratat e vjetra, gjyshnit tanë, baballarët tonë e dinë se në çfarë shtrati kanë fjetë. Dhe kur u qu pejgamberi alayhi salatu wassalam, po i shesh shenjat Omerin trupin e tij dhe jerë kesa o i dërguni Allahut. Çka është puna me prisat, me sundimtarët, me mbretnit e Persis dhe Bizantit, a e din çfarë jete e bojnë ata në pallate? Pejgamberi alayhi salatu wassalam po do m'ia dhon një mysh dhe Omerit radiallahu anhu dhe krejve neve si besimtarë. Tha ja Omer, a nuk je i kënaqur që Allahu Dhul Xhelal atyre u ka dhënë dunjan, ndërse neve na takon bota tjetër. Ti ndesh jeton në pallate, ndesh jeton në ato shtrojat e vështira, në rast se ke besim në Allahun Dhul Xhelal, je i bindur se këtë investim që jetë e ba për në botën tjetër, Allahu ka më ta përkthy në shpërblim, s'ke pse po shmarak. Ne jemi në këtë dunja tu jetu në botën e baltës, ndërsa neve po na pret jeta e botës ku ka diamant e argjend, e pse po na mashtron pra bota e baltës e nuk po investojna për në botën e argjendit dhe diamantit. Këtu është se ti si besimtar apo si njeri çka vendos me investu. E dharë Zoti Dhul Xhelal ne me investu në atë të cilën na bën dobi nesër kur do dalim para tij. Thot Allahu Xhela Xhelaluhu, ajo çka e keni pranë vetës, ajo është e përkohshme. Çka do që kitë mira në jetën e kësaj bote janë të përkohshme, ndërsa ato që e bartë tek Allahu, me emrin e Allahut ajo ka më kone përjetshme. Në fund, mbajeni mend, kjo dunja që na po jetojnë o vllazën nderuar. Për këtë dunja po vritemi, për këtë dunja po e vrasim njëri tjetrin, për këtë dunja po e tradhtojmë njëri tjetrin, për këtë dunja ato e harxhu shëndetin tonë, kohën tonë. Ama dijeni se kur vje fundi që kjo dunja që ti po investon në te, nuk ka më dha ma shumë se sa zëven trupi yt. E ne, për atë që ka pak vlerë, ne nuk lodhemi, mirë po na lodhemi, se e din që një ditë kena me dalë para Allahut Dhul Xhelal dhe për mundin, sakrificën, angazhimin, kapitalin që e kemi dërgu tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu më na i pranoj ya rabbel alamin. Në fund, kërkoni falje Allahut, se më të vërtet Allahu është falës dhe është mëshirues.